Është lindur e rritur në Francë nga prindër shqiptar, por ëndra e saj ishte të interpretonte të paktën një herë në Shqipëri. Kjo është arsyeja pse Charlotte u bë pjesë e konkursit Tempo që po mbahet këto ditë në Gjirokastër, ku ajo konkuroi në violinë. Pas përfundimit të fazës së parë, Charlotte mori çmimin absolut, I cili e çon atë në natën finale. Babi im nuk është muzikant, po e ka shumë qef Shqipërinë, është nga Tirana, edhe mami im, edhe unë linda në Versailles, në Francë, po doja për me lujt vetëm një herë në Shqipëri, edhe e gjejta këtë konkurs edhe u prezentova. Si shkoi konkursi? Shumë mirë, një çik emocion, por është normale edhe shumë mirë. U knaqa. Fitova një çmim, edhe do luj çmimi I parë, edhe do luj në final, në nata e finalit. Aktualisht vijon studimet në Zvicër dhe thotë se violina është bashkëpunëtarja e saj më e ngushtë. Punoj çdo ditë. Po është si një konfident, është si një best friend, I don't know. E kam edhe si spiritualitet, çdo ditë e kam në dorë. Në Zvicër jam në bachelor, edhe hyra në një master 1 me orkestr. Fitova një stazh në sinfonetazh në Zvicër. Profesori im është Renaud Capuçon, është një prof e njohur në Francë, është super solist. Edhe kam një trio, klarinet, piano, violin, edhe bëjmë konkurs kështu çdo vit edhe kështu. Lidhjet e saj me Shqipërinë I mban duke ardhur 2 herë në vit, ku këtë herë ajo pati mundësinë të shihte nga afër edhe Gjirokastrën. Pushimet e verës, për me bë plazh, kështu gjona, kam një shtëpi në Tiranë edhe vi 2 herë në vit. Gjirokastra si të duk? Shumë e bukur, me shumë histori, u knaqa shumë, e pash një çik edhe shumë e bukur. Konkursi Tempo solli në Gjirokastër 175 fëmijë të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi.